hapë dhe kemi kriju një kompani në Kosovë, po normalisht na doshin edhe njerëz Kosovës për më na tregu më shumë gjana, dhe Flaka ka qenë një ndër njerëzit e parë që na është bashkangjitur në Kosovë. Dhe kështu kena nisë bashkëpunimin prej kosh me evente, me ditëlindje, me party, me festa, me projekte ndryshme. Siç tha dhe Flaka në fillim, para shumë kohësh e nisëm edhe Bubulinën, por pauzum derisa u forcuam hala më shumë. E tani jemi prapë sot bashkë për me realizu. Po. Tregon pak Flaka cili është misioni kryesor i Bubulinës dhe a është domethënë brenda pritshmërive t'juaja? Si fillim po, edhe i ka të kalu, muna me thonë i ka të kalu pak, po se nuk është që kemi prit që ka shumë, kemë pasë dhe shumë nga kanë shkujt ekstrem shumë njerëz, jo veç mrena Kosovë e Shqipërisë, për dhe diaspor, bile pjesa ma e madhe njerëzve që neve nga kanë shkujt ose nga kanë përgëzujen, kanë pjesa diasporës. Misioni kryesor thash, na kemë fillu me materiale muzikore, do me thonë pak ma ndryshës edhe materiale tjera që na i shohim çdo ditë. Do me thonë se ideja nuk është edhe fëmija veç me najt pasiv para ekranit, me pa edhe me vazhdu. Do me thonë ideja që me shti edhe fëmin me kanë aktiv, edhe më shumë e këtësy pak me, do me thonë se në qëse ishe, këtë materiale tona e muzikore që në shëshnu me levizje. Ideja është që me aktivizu pak edhe fëmit, anën tjetër të ekranit, që më mënqu edhe me ndjek levizje tona anën tjetër. Më shkë është misioni kryesor i jonë. Po që shë bëni për zgjedhjen, për tema dhe video që ju i kryoni? Në përgjithësi janë tema bazike, nuk janë shumë komplikume, janë gjëra që ne i hasim në jetën e përditshme, janë vegla muzikore, ushqime, fruta, tema, nuk është shumë e vështirë, por shtjellimi është pak i komplikuar dhe mundona mi sjell në një formë sa më gazmore, sa më edukuese, dhe siç tha Flaka, me pas interaktivitet mes shikuesit edhe videos kur shikojnë që mund zgjidh me kërcy, me bo lëvizje e kështu me radhë. Por mbi gjitha jemi te pjesa e artimit duke i edukuar. Po, a keni raste kur i përktheni edhe tekstet nga gjuha angleze për shembull, sepse mandej duhet të me i përshtat me rimën, sa keni problem këtë pjesë? Jo, nuk është jemi të përdor tekstet huaja aty për këtë, se domethënë tekstet në gjuhë tjera veç jënë dëgjuj që njëherë dhe jem konsumu, edhe kur vjetë e puna, kur të mësot pak, jem mësu edhe audienca me gjuhën tjetër, kam pak më problem me u përshtat me gjuhën tonë. Më komplet materiale që në të kryer, materiale për herë të parë që në të shpash. Edhe muj me thonë që kjo është ndoshta më e veçanta e kanalit tonë, përse që janë 100% prodhime vendore. Qoftë vija melodike, qoftë teksti, qoftë studje, qoftë klipi, që shka është made in Albania dhe Kosova, kështu që kjo besoj ka përqenë kanari dhe ne po shpresojmë që në tarmen pse jo, vendet e tjera ti marrin këngët kanë dhe ti përkthejnë qoftë në gjuhën spanjolle, angleze ose ku diun.